Soqosja ishte çështje jashtëzakonshme, ishte kosh, ishte një situatë shumë e vështirë dhe ishte një guzim i madh, se thash jo vetëm intelektual, po edhe qytetar. Institucioneve të republikave dhe krahinave të Jugosllavisë. Dhe në krye të natyrisht të lidhjes së shkrimtarëve të Jugosllavisë, me ndikim. Prandaj polemika e tij nuk identifikohet vetëm me kongresin e lidhjes së shkrimtarëve të Jugosllavisë në Beograd. Pare se të shkonte atje, profesor Qosja ka bërë polemika me të gjithë ata në intervistat e tij të dhënë shtypit kroat dhe sloven. Parasysh, intervistat e tilla në atë kohë nuk mund të botoheshin në Serbi, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, në Bosnjë, sigurisht deri diku. Mund të botoheshin kryesisht në Kroasi dhe në Sloveni, ku shtypi i atjeshëm kishte bërë hapat e parë të liberalizimit të mendimit në redaksive të tyre. Prandaj kjo fjalë e tij dhe e kolegëve të tij, mos harrojmë se këtu ishin profesor Hasan Mekuli, profesor i madh i kohës, Azem Shkreli, Rugova dhe intelektual të tjerë, ishte përcaktuese në krijimin e asaj guzimi qytetar dhe intelektual të pothuajse gjithë shqiptarëve në Kosovë dhe Magjar. Unë po kujtoj vetëm një gjë. Kam lexuar në ndoshta të një studius, të një shkrimtar malezes, thot profesor Qosja, ai thot Recep Qosja, ka ndihmuar, e ka bërë dejugoslavizimin e mendimit intelektual në Jugosllavi. Domethënë, ai jo vetëm ndihmoi në dejugoslavizimin e mendimit intelektual në Jugosllavi, por dhe në krijimin e një guximi e para intelektual, e pastaj edhe qytetar në Kosovë e Magjar, të shqiptarëve, Kosovë e Magjar. Pak a shumë mendim kritik kishin edhe të tjerët, por jo në këtë përmas, jo që të duartrokiteshin, jo që të friksoheshin shkrimtarë të tjerë që t'ja zgjasnin dorën. Për këtë fjalë, për këtë diskutim të tij, për këtë mendim të tij, e mos harrojmë se profesor Qosja ishte shkuar atje si antar i lidhjes së shkrimtarëve, po jo si antar i kryesisë, i ftuar i lidhjes së shkrimtarëve. Në lidhjen e shkrimtarëve të Kosovës kishte edhe shkrimtarë të tjerë të cilët nuk shkuan atje, sepse friksoheshin prej mendimit të tyre dhe prej mendimit të tjerëve që do ta dëgjonin. Po shkoi profesor Qosja si musafir, pikrisht, sepse ishte në krye jo të lidhjes së shkrimtarëve, por në krye të shkrimtarëve që mbanin qëndrim kritik, jashtëzakonisht kritik, ndaj politikave të lidhjes së shkrimtarëve të Serbisë, të Akademisë Shkencave të Serbisë, të Komitetit Qendror të Lidhjes Komunistëve të Serbisë, të gjitha forumeve politike të Serbisë dhe madje institucione ushtarake e policore. Kur shkoi profesor Qosja në vitin 1976 atje, kur shkoi në bisedime me lidhjen e shkrimtarëve të Serbisë, këtu mbrëndronte gjendje ushtarake, jo vetëm policore. Jo vetëm sa thuhet që ka mbretëruar gjendje policore. Jo, në vitin 1979 tubimin e tashtëquajtërës betejit Kosovës nuk e kanë përgatit as komiteti krajinor, as policia, e ka përgatit ushtria jugoslave, komandanti i ushtrisë jugoslave në Prishtinë. Prandaj ishte një kohë shumë e vështirë dhe të diskutoje në Novi Sad, ashtu siç diskutoi profesor Qosja, ishte çështje jashtëzakonshme, ishte kosh, ishte një situatë shumë e vështirë dhe ishte një guzim i madh, se thash jo vetëm intelektual, po edhe qytetar.